pse dikush zgjedh ose nuk arrin të largohet nga një marrëdhënie me një narcizoid. Çka e mban atë lidhje në këmbë? Gjithmonë e mban lidhjen në këmbë, hajtë se mos Bëhet po përmisohet, hajtë se bëhet mirë. Që kjo fjala hajtë se bëhet mirë i ka marrë në qafë shqiptarët me shekuj. Në qoftë se një lidhje nuk shkon, s'ka mu bo mirë. Ne kemi diskutuar ndoshta një herë, në qoftë se sheh personin që nuk ka empati, personi që nuk bashkëndjen për tjetrin, ai vetëm njeri nuk mundet me qenë. Shprehja e famshme e shkrimtarit Rus Tolstoj, domethënë ilustron shumë më mirë këtë, në qoftë se ndin dhimbje për veten, domethënë që je i gjallë, por në qoftë se ndin dhimbjen e tjetrit, je njeri. E në qoftë se ne s'kemi empati, atëherë nuk mundemi të jemi ata që e mirë kuptojmë dikën tjetër. Çështja është se sidomos gjinia femrore është paksa më e brisht. Është e prirur të duroj më shumë në mënyrë që gjërat për një mend nëse përmisohen, se secila lidhje e ka ndonjë krizë, mirë po shenjat kur s'ka empati, kur është interesi personal, je gjithmonë ti para partnerit tënd, atëherë këto janë shenja që kjo lidhje do të shtej. Ç'është mundet një grua me dashur prap një njeri si kë? Është interesant çështja e dashnisë për shkak se emocionet pavarësisht prej personalitetit njeriut. Unë e thash, nuk ka dashni pa respekt. Nuk ka dashni pa respekt. Mirë po ekziston edhe dashuria e verbruar, të cilën e themi. Okay. Mirë po në këtë mënyrë është dashur të punohet shumë a shumë me vetveten tënde, me kërku ndihmë nga psikologë të ndryshëm, të cilët të këshillojnë se si të dalësh nga situatat e tilla. Për shkak se nuk ka respekt, dhuna do të fillon verbale, do të kalon në fizike, nëse ke përjetu dhunë një herë, se ka plot kum gabu falma. Një herë nëse përjeton dhunë fizike, ke me përjetu prap. Një herë nëse partneri ka shkaktu dhunë psiqike, ka me vazhdu prap me të njëjtin gjë. Ose tek tradhtia që përmendet shpesh. Një herë nëse tradhton partnerin, e fal, gjithmonë ekziston mundësia shumë e madhe që ka me përsërit për shkak se shpresa është që do t'ja falësh prap.